Elhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Falënderimet i përkasin Allahut, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Besimtari dhe besimtarja duhet të jetë gjithmonë i vëmendshëm, i kujdesshëm në lidhje me veprat e mira, qofshin edhe pak, po ashtu edhe në veprat e këqija, qofshin edhe pak. Sa i përket veprave të mira, besimtari duhet kujdeset që gjithmonë të mos lej një kohë pa bërë ndonjë vepër të mirë, qoftë edhe e vogël. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, vepra më e dashur tek Allahu te baraka ve taala është ajo e pakta, por që është e vazhdueshme. Domethënë, në momentin që ti bën vepra të mira, qoftë edhe pak, po i ke të vazhdueshme, atëherë tek Allahu je i dashur. A në momentin që ti jep një vrull për një moment, dhe pastaj ndalesh një periudhë kohore, pastaj fillon prap, kjo tek Allahu nuk është e dashur siç është ajo e para kur ti vazhdon vazhdimisht, qoftë edhe pak. E nga ana tjetër, veprimi do të jetë i kujdesshëm besimtari dhe besimtarja në veprimin e veprave të këqija, qofshin edhe pak, sepse ato e shkatrojnë robin. Avash robi mendon se ama se gjuna i vogël ky, e neglizhon dhe vjen momenti që vjen shkatrimi i robit si në këtë botë edhe në botën tjetër, Allahu na ruaj. Prandaj dhe Allahu i madhruar në Kur'anin famullar tha: "Faman ya'mal mithqala dharratin khayran yarah." Kushdo që punon një punë të mirë, qoftë sa grimca, atë do ta gjej. Pra tek Allahu nuk i humbet. Allahu i madhruar ta vlerëson edhe atë veprën që ti ndoshta e sheh se s'ka vlerë, po tek Allahu ka shumë vlerë, qoftë edhe sa grimca. Por nga ana tjetër, duhet friksohesh me ajetin tjetër, ku thot Allahu i madhruar: "Wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarah." Dhe kushdo që vepron një vepër të keqe sa grimca, ato do ta gjejë ke Allahu. Pra Allahu do të llogarisë për këtë vepër. Pse e bëri robi im, do t'i thotë. Prandaj robi duhet të jetë i kujdesshëm, mos me i bë gjuna Allahut, qoftë edhe të vogla, qoftë edhe pak, se ata mbidhen derisa ta t'japin fund robit dhe ta shkatrojnë. Po si mund thuhet për ata të cilët bëjnë mëkate të mëdha, po ata që i bën shok Allahu te baraka taala, duke adhuruar teqe, tyrbe, varre, e duke adhuruar dikën tjetër vetë Allahut, padyshim se ata rrezikun e kanë më të madh, madje ata e kanë një rrezik që po u futen në xhenem, dhe po vdiqen me këtë lloj bindje që adhurojnë dikën tjetër vetë Allahut te baraka wa taala, para bashkë me Allahun apo përveç Allahut, atëherë s'kan për dal kurr prej zjarrit të xhenemit. Allahu na ruaj. Subhanallahu. Prandaj robi duhet të jetë i kujdesshëm. Po ose ai që nuk fal namazin, që është i kërcënuar me zjarr të xhenemit, po ashtu ai i cili le agjërimin, ai që le zakatin e pasurisë, që nuk e jep lëmoshën e pasurisë që ka obligim, apo ai që nuk e bën haxhin ndërkohë që e ka mundsinë dhe e vonon, as e më vonë e bëj. Ai që nuk sillet mirë me prindërit, ai që pin alkool, ai që lun bixhoz, ai që bën immoralitet. Çfarë mund thuhet për këtë? Kur një vepër e vogël sa grimca, do të gjykohesh për të. Po për këto vepra të mëdha, të cilat e shkatrojnë njeriu, atëherë çfarë mund thuhet? Prandaj besimtari dhe besimtarja duhet të jetë gjithmonë i vëmendshëm, i kujdesshëm dhe mos t'i bëj gjuna Allahu te baraka ve taala, qoftë edhe pak, edhe nëse i bën, ti kthehet Allahu te baraka ve taala me sinqeritet. Dhe nga ana tjetër, të vazhdoj me veprat e mira, sepse një vepër e mirë ndoshta bëhet që të futesh, do bëhet shkak që ti të futesh në xhenetet e Allahut te baraka ve taala. Robi kur nuk duhet i neglizhoj veprat e mira, qoftë edhe pak, dhe kur nuk duhet i neglizhoj veprat e këqija, qoftë edhe të vogla dhe pak. Pra, këto të mirat t'i bëj, t'i veproj, ku t'i jepet mundësia, dhe të tjerat që janë të këqija, t'u largohet sa më shpejt, sepse ato do të sjellin shkatrimin total të tij, si në këtë botë, ashtu edhe në botën tjetër. Allahu na ruaj, Allahu na bëf për atyre që punojnë vepra të mira sa më shumë dhe largohen nga të këqijat dhe pendohen tek Allahu te baraka ve taala para se t'ju vi agonia e vdekjes, para se t'ju vi shpirti i fyt, para se t'ju vi vdekja. Amin rabbel alamin, walhamdulillahi rabbil alamin.